mendojnë që na atje kemi pare shumë, po s'ka dhe atë shumë pare. Kur kena mundësi vina ma shpër, kena mundësi ma rralla mo, pa arselam. Përshëndetje. Përshëndetje. Nderuam si je, mirë. Mirë, përshëndetje, super. Jemi pra emisionin 05, prej nga jene? Jam nga fshati e Zert, jetoj në Redim e Tepërt. Jenë mërgjem apo jo? Jam mërgim në Zvicër jetoj që 20 vite. 20 vite. Po. Në rregull. Mirë shumë, me të vërtet shumë mirë. Si të familja, si në vendlindja, si në dhejtanin. Qa të them, mirë, në rregull gjithë shka. Sa shpesh vjen në Kosovë? Po, shqip na i për mundësit, se mendojnë që na atje kemi pare shumë, po s'ka dhe atë shumë pare. Kur kena mundësi vina ma shpër, kena mundësi ma rralla mo, pa arselam. Ka 2 herë, 3 herë vite. Nderuam, çish po duket ty në përshtypjen tonë? Si po i presim ne mërgjimtarët, ne që jemi këto? Pjo arrim ndoshta mjë prit mirë, mjë respektu të paktën me ato mundësi që i kemi? Po mirë, tash, përgjithësi, s'është keq. Pritja është e mirë. Me të vërtet, azo, po menoj, për shembull, nga familja, sa dalë ma largë, për shembull, s'kemi gjanë punë me qeveritarë. Po. Po e përcjell politikën nga pak? Po, shumë e kam që politikën me përcjell. Çish po duket? Gjendje nuk jemi edhe natë gjendje politikisht të mirë. Jo, absolutisht, jo. Si e shete? Unë e shoh me të vërtet si qeveria që janë për momentin në udhëheqjen e Kosovës me të vërtet e ka bloku gjitha anë e ka bloku Kosovën. Vërkrit të merë. Ke një mesazh për të? S'kam çka të them. I dua të largohen sa më shpejt, t'ja çojnë dikuna tjetër që udhëheq më mirë. Nderuam, faleminderit shumë, kënaqësi, pushime sa më të këndshme. Shumë faleminderit, kënaqësi me ju. Kalofshi mirë. Respekt.